Për aq kohë sa emrat nuk janë konsensual dhe nuk janë të dakorduar me një marrëveshje politike, ne nuk marrim pjesë. Ne vërtet si Lidhje Demokratike e Kosovës e kemi parë me shqetësim kahjen e re të këtij procesi edhe mbylljen e një mundësie që të gjendet ndonjë kompromis i cili do të përfaqësonte qytetarët, do të jepte zgjidhje politike, do të menjanonte bllokadat sistematike institucionale edhe do të jepte qytetarëve një stabilitet politik. Kjo është një rrugë njëkohëshe, pa krye, është një si me thënë, drejtim ka zgjedhjet e reja, të cilat janë totalisht të panevojshme, edhe e paraqet tendencën për t'i kapur institucionet kryesore politike në vend, çfarë e rrezikon edhe krejt sistemin demokratik të Kosovës. Emrat shumë nuk janë diskutuar për aq sa unë jam e informuar, prandaj nuk dëshiroj këtu që t'jap edhe hipotetikisht situata. Tani ne do ta shqyrtojmë kandidaturën me që është në fjalë, do të marrim qëndrim se çfarë do të jetë sjellja jonë brenda seancës, po deri në kohën ose deri në momentin që nuk kemi pasur emra zyrtarisht, ne nuk mund të them zyrtarisht se çfarë qëndrimi kemi për një person apo një tjetër. E nderuar, nëse vendosa i paraqet dy kandidatura, do të thotë si e vetme, a qëndron Lidhja Demokratike në sallë dhe a merr qëndrim për votimin qoftë të konjumsës, qoftë të kandidatit të dytë, potencialisht Osmani ose dikush tjetër? Për aq kohë sa emrat nuk janë konsensual dhe nuk janë të dakorduar me një marrëveshje politike, ne nuk marrim pjesë.